Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur 15 ndalime për ushtrimin e veprimtarisë ndaj operatorëve ushqimor, si rezultat i 445 kontrolleve inspektuese të kryera gjatë 10 ditëve të fundit. Ndërkaq, janë sekuestruar dhe hedhur 696 kg ushqime, për të cilat inspektorët kanë konstatuar se ishin të pasigurta dhe nga furnizues të panjohur. Nga AUV thonë se gjatë këtyre kontrolleve fokusin e kanë vendosur në lokalet ushqimore, që gjenden pranë shkollave fillore dhe të mesme. Gjatë kontrolleve është konstatuar se 19 operator kanë vënë në qarkullim ushqim të pasigurt, tek 30 prej tyre janë vërejtur kushte të pakëndshme higjienike për sigurinë ushqimore, ndërsa nga numri i përgjithshëm i të kontrolluarve, 26 nuk kanë qenë të regjistruar si operator ushqimor në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinarisë. Siç thon nga agjencia, 16 objekte nuk kanë pasur procedura për praktikë të mirë higjienike dhe praktikë të mirë prodhuese. Në 32 prej tyre të punësuarit nuk kishin kryer kontrollin e detyrueshëm sanitaro-shëndetësor. 3 lokale nuk kishin kryer dezinfektim dhe 7 objekte nuk i plotësonin kushtet teknike. Për këto mangësi, inspektorët kanë shqiptuar gjoba ndaj 77 operatorëve në një shumë të përgjithshme prej 36.470 eurosh. Gjithashtu janë lëshuar dhe 103 vendime për objektet që t'i korrigjojnë parregullsitë e konstatuara, si dhe 23 vërejtje.